ose kanë koordinimin shumë të mirë dhe nuk do të thotë që çdo raport i tyre bëhet publik, por janë mekanizma të mbrëmshëm, koordinues, kontaktues që e avancojnë punën e tyre dhe ka raste kur edhe qytetarët janë të involvuar dhe në atë grup mund të jetë i përfshirë një policë, mund ta merr tërësisht rastin Inspektorati Policor i Kosovës me mirëbesim dhe koordinim me Policinë e Kosovës dhe kundërta. Prandaj kur thash duhet një hetim apo inspektimi IPK-s, jo në kuptimin negativ që mund të ketë ndodhur diçka keqe për policin që mund të jetë arma e tij që është sekuestruar, sepse ende nuk e di më është përdorur apo jo. Jemi krejt mbyllje hipotetike, padyshim. Çka nëse del që gjithë ky pretendim nuk është i vërtet për një grup të organizuar, shembull edhe me pikpamje ekstremiste religjioze. Duhet lirohen. Si është ajo që duhet lirohen e di, po ideja është çfarë efekti ka në besimin në institucion? Po tash shiko, institucionet duhet të jenë kredibile. Sepse nëse jep ti vrull, edhe natyrisht thret konferenca për shtyp në vazhdimsi, duhet kesh ose fakte të forta, të cilat e vërtetojnë, sepse pastaj mund të ketë një lloj backfire. Është ky risk. Është ky risk në parim ekziston një risk, sidomos rastet që bëhen mediatike, sepse në kundërtën nëse nuk vërtetohet për te dyshimit bazuar se X personi ka kryer një vepër caktuar penale, sidomos vepra të rëndësisë madhe kundër anit kushtetues, kundër sigurisë publike, veprat e vrasjes zyrtarëve, policore etj. Atëherë, ky është risku i thyrjes kredibilitetit të mekanizmeve të sigurisë. Unë mendoj veprimet që ndërmarr, hapat që ndërmarr prej momentit të parë, do të thotë të vrasjes. Për nxjerrjes vendimit për fillimin e hetimeve. Edhe prej fillimit, do të thotë deri tani kur është rekomanduar personat e dyshuar, se ende janë dyshuar derisa gjykata nuk e merr vendimin e përfundimtar. Unë mendoj se është ende të punuar në prova, në fakte, në raportet e ekspertiza, për shembull të revoljes, është në balistik. Ato preva a janë të asaj revolja ju. Ose gjona tjera, ose kamerat, do të thotë inqizimet e kamerave, ose bisedat, ose informantat. Shpeshherë në stacion na vijnë edhe informantat për rastin. Edhe analizohen ato, ose nga AKI-ja, ose nga persona tjerë, ose nga qytetarët, ose bashkëpunimi me qytetarët. Gjitha këto janë ato që i bie që kur ka konferenca të tilla të ketë fakte të forta, kokforta. Unë mendoj, si zyrtar policor, dikun rreth 50 vite që punoj, më parë kam qenë edhe profesor në Akademi Policore, do të thotë këto kuadrat, gjysa policisë kanë qenë kuadrat që unë i kam mësim atëherë. Unë mendoj se në momentet kur bëhet publike, kur del kryeprokurori, hetuesi, prokurori i rastit, edhe e paraqet rastin, ai ka fakte, ka argumente, sa janë tash, ato do të të kapshme, edhe sa gjykata i merr për bazë ato, në mënyrë që me fajsu personin varet prej shumësisë se faktorëve, argumenteve, provave e tjera. Por unë mendoj se edhe hetimet, edhe prokuroria, edhe gjykatat janë sikur ajo bleta, që në lule e mbledh nektarin në mënyrë që në fund më pa rezultati. Edhe këta të gjithë punojnë zbashku, hetimet, do të thotë krimeve të rënda, prokuroria, gjykatat, po edhe informacione tjera, edhe ekspertiza tjera, për arsye se kemi ekspertiza të ndryshme tjera. Mund të jenë aty, të cilat na nuk i dim, po janë brenda në land, të cilat duhet verifikohen. Për shembull gjurmat e këpucëve, lëvizjes personit. Masia personit, nëse e ka pa dy persona, a përputhet masia lëvizja e personit, se asnjë person lëvizjet nuk i ka të njëjta. Na shpesh mund me ditë persona në bazë lëvizjes se është Refki ose është Mulla Osmani për shembull, në bazë lëvizjes. Se asnjë person nuk i ka lëvizjet e njëjta. Asnjë person qëndrimi nuk e ka të njëjtë, sikurse asnjë person vjet papilore nuk i ka të njëjta. Prandaj e ka dhe gjurma tjera që duhet verifikohen, duhet të argumentohet. Pra ata arsye themi se janë persona të dyshimt. Për arsye se këto fakte, këto prova, argumente duhet të analizohen, të studiohen mirë, përpara tash e kem laboratorin e kriminalistikës, përpara ADN në Zagreb u duke me pagu për me bën ADN e personave.
Tani kem këtu. Tani E kem këtu. I posedon policia laboratorët edhe i kem ekspert të cilët edhe në Amerikë, edhe në Gjermani kanë kry ekspertiza të ndryshme edhe janë ekspert kësaj lamia. Unë kam besim ballistike, forenzike, gjitha këto. Kam besim që argumentet e cilat do të jenë plotfuqishme, edhe prokuria ato argumente do t'ja parashtoj gjykatës, edhe gjykata në bazë të atyre fakte provave do të vendosë për personat e dyshuar. Mulla Osmani, në para nisjes së këtij emisioni, kishte një lloj kritike në raport me përqasjen mediatike, në raport me një zhvillim që është kohëve të fundit, që është tha, nuk e di nëse e ke bërë ti ose jo, për ma parashtroj pyetjen sa e ke trajtuar ose ja e ke ftuar ata njerëz. E di që se ke trajtuar, po të provokova. Po desha t'ju pyes me që ti e din që unë jam i hapur edhe e di që edhe ju jeni të hapur edhe unë e gëzoj respektin shumë të madh se kemi mundësi që ta diskutojmë me njëri tjetrin. Kjo lëvizja e Deçanit, ka qenë një lloj provokimi në përgjithësi që ka prodhuar një ekstrem tjetër, apo ky ekstremi i parë ka prodhuar këtë dytën, që ky dyti s'është hiç më i mirë sa i pari. Pra ju dyat ishin ekstreme? Për mu isha dyat ekstreme, edhe kjo edhe aja, për mu... A keni komunikuar me ata zotrinët që kanë... Kam pas do debatën në studio, ja 2-3... Pra ju keni marrë pjesë në ato debate? Si ka ngaluar ato debate? Më shqeqin farë shqiptarije, tani s'më zhem javëruat shqiptarina dhe se i njëfsha, edhe se dhjetë shteti a ka bu dyshka. Ka nis procedur, ka nis procedur. Ka nis procedur, por në fsakatum. Na po përqami me zveti. E drejtë e njeriut me besu çka don. Por nuk është e drejtë e njeriut me i fy besimin tjetrit. Ose me ja mohu. Ose me ja hu besimin e tjetrit. Unë bindu jam mohuar që 42 vite. Është drejtë e njeriut konvertuar si përqendje muslimane të botë katolike. Pra mi më koni familje katolike, kom hongër darë, kom pi pashket. Më shku, kom najtë, kom hongër, kom pi. S'po du me përmenem. Ka pasoja për shqiptarve, tani se të shqiptar patriota për sëllmun, pëse për jaroni Mulla Osmanit. Mu më thëllë ka jaroni filonit katolik. Bilim në njerë policia në Gjakov, në rast, edhe po të më dënu se isha pak shpejt një polic. Për thëtë këtë të api një kësho. Tha kjo hoxha i filan katolik, ta ti me emen atë katolikin. Tha që qysha dhe hoxha dhe filonit. Tha vëllaj, tha jaran dhe di që jetë, mos problemi. Është e vërtet që po ngritën ekstremizma, edhe kjo lëvizja Deçan, edhe këto grupet shqiptaria, kisha objekti Llapushnikit, se si thamë kishën, ajo është objekti fesatit. është kish. Jo, është objekti fesatit, për mu s'kur s'ka me ko kisha ja. Ajo është me fesat të nish, fesat po ban, përqarje po ban, shkatrimin në mos shqiptarve në mes vllaznive në mes veti. Po çka po me... Edhe plus ta kanë mush me Shqiponia, shqiptarizëm, pa më shesin ato. Po se kanë, Mulla Osman, se kanë ndaluar. Kushtrim, feja, as islami, xhami. as krishterizmi, nuk kanë kur gjë me shqiptarizëm. Shqiptar na ka falë Zoti. Si unë si musliman, si ai katolik, det mëna me ko shqiptar të mirë. Po mëna me ko shqiptar të këqij. Po, si që ka shqiptar të këshet mirë në gjitha parë. Edhe laik, edhe komunista, ka dhe komunist që ka qenë njëri që ja kemi pohajrin. Komunist, unë jam komunist, unë e respektoj për, a tha, komandant i kumë pënu që 50 vjetë në polici. Unë jam tash 40 vjetë imam, 42 vjetë imam. Unë e di, kam posë edhe për pohara kanë qenë policia. Po çfarë respekti, kanë ditë njerëz, disa e në këtë shantazhu në këtë kanë menu që, kanë harru krejt që janë shqiptarë. Kanë menu që du të mënu për në vërtjet. Edhe sot, e uraj që ky polici që urau, Muhamet Lika, tash po shprehna pak, nashta nuk më kuptoj njerëzit. Inshallah u vëra për punën e vet. Mos kënaqësi për familjen, për policinë, për Kosovën, nëse një polic vritet pse ka punu drejt edhe morë edhe mirë. E nuk u vëra për diçka tjetër. Kjo është kënaqësi, se hoxha kur vritet për botkuptimin e vet, kur rrehet, unë mund ka të sulmu, po kurse kum një vetën turpnun. Sa se kum uckan, as moralisht, as kum mërpare, as kum... Kur që të mosh problemi kum pas botkuptimet e mia kundër vehabizmit. Edhe i kam deri des. Se une jam i bindur që vehabizmi është kancer e islamit. Dhe kry ke punë. Këtë punë së në mbinë në ryshe kërkosh, se me qatë lexim që kom, me qatë të që kam, vehabizmin e konsideroj kancer të fesë islamit. Po, nështë kjo mund të keq kuptohet, inshallah është vra për punën e vetë se ai zotëria nuk është vra në luft ka marrë pjesë edhe bashkë me Bedriun e ka... Nëse kjo vra të mbrojt interesin e Kosovës, e të familjeve shqiptare, edhe të fesë islame, kjo është kënaqësi për familjen. I bie që tjetë një heroj i Kosovës. Sa Adem Jashari u shku me këtë familjen.
Nuk u kalloj 20 antar familjes. Sot Bacerifi edhe familja tjenë një vetën krenar. Edhe familja e Muhamet Likës. Nëse ky po vra, të mbrojt interesat e Kosovës, policisë dhe të popullit Kosovës, ata duhet me koshëm krenar. Po e tham na tjetër inshallah jo, po e lut Zotin që jo, se mos s'kam informata. Asanese, po një policë edhe një ushtari ju që kës më të vra, ka gjaron, unë po tham jam mërzitë dhe kom një vetën shumë. Ka një djalë shumë i mirë. Dha një djalë shumë i mirë. Thashë në një djalë që me kanë kumë folë në Kaçanek, më kanë folë fjallë shumë mira. Edhe punëtor, edhe i respektueshëm me të gjitha. Valla Osman, më lejo shumë të falenderoj për pjesëmarrjen në këtë debat. Çdo herë është kënaqësi ty kam. Unë të falenderoj edhe që spithira ata deçalet. Tani ne që i organizojmë debatet duhet i kemi të gjithë palët. Nuk është që ti s'pas ke marrë pjesë në debat. Unë kom marrë pjesë, po kom marrë pjesë. Po, unë nuk jam për ata që nuk jam për ata që ofendojnë në debat, por tani ofendimi po prodhon ekstremizëm. Për fat keq, po për fat keq është standardizuar një gjuhë e tillë për debate që për mua është e papranueshme. Pe merr një mikrofon po del çështë Prishtinës. Për shembull, pisket të fynë, mëslim ne kom pas emrin, po e përmendni. A jetë tash i mbo shqiptare, s'du më arabiste. Kush jeti një farë komuniste i keq apo? Po nejse, tash edhe ajo kur flas për drejtat e njeriut, është liria e shprehjes. Liria e shprehjes i bie me drejtat e njeriut. Jo, s'është drejtë e njeriut fyria. Jo, në kuptimin e me fy islamin. Jo me fy islamin, nuk e pata për me fy. Jo, ata mediat kur bi afro mikrofon ai po fyn. Ti s'do të më cita ato media. Me fy është diçka tjetër. Me fy është diçka tjetër. Po me u konvertue, me ndru emrin e me voqa të rëthmi kam të lirë janë në primet e tyne. Absolutisht po. Shimponoj kur gjënë, nëse do me besu, beson, s'do me besu për e drejtë.